Konjufca në Vjenë kërkon mbështetjen e Austrisë për statusin e vendit kandidat dhe hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Diplomacia kosovare ka zbarkuar sot në Vjenë për të kërkuar një shtudje të re drejt integrimit evropian. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Glau Konjufca është pritur në një takim të nivelit të lartë nga ministri e jashtme e Austrisë, Beate Main-Reisinger. Fokusi i bisedimeve nuk ishte vetëm protokollar. Konjufca ka shkuar me një listë të qartë kërkesash për aleatin historik të Kosovës. Pika më e nxehtë e diskutimit ishte procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian. Konjufca i kërkoi Vjenës zyrtare që të përdor gjithë influencën e saj diplomatike për t'i dhënë Kosovës statusin e vendit kandidat sa më shpejt e jetë e mundur. Për më tepër, ai theksoi domosdoshmërinë e hapjes së negociatave për antarësim, duke cilësuar këtë si hapjen e radhës logjik pas përmbushjes së kritereve nga ana e Prishtinës. Ministri Konjufca nuk harroi të falenderojë Austrinë për rolin e saj vendimtar në çdo fazë së shtëdërtimit të Kosovës, duke konfirmuar atë si një nga partnerët më të qëndrueshëm strategjik. Takimi u përmbrull me zotimin për thelimin e bashkëpunimit bilateral dhe angazhim përbashkët për ruajtjen e stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor.